Kjo është një nga, po themi, dhuratat e misionit, ta quajmë kështu. Megjithatë, prap, unë personalisht jam pak i dyshim, pak skeptik që do ka qenë diçka e pa planifikuar, nuk është deklaruar zyrtarisht, nuk e di arsyen, por nuk besoj se është totalisht e pa planifikuar. Atë e di shumë mirë se çfarë po bëjnë dhe e ka ditur shumë mirë që në këto rrethana kjo gjë mund të ndodhë, por ka qenë një skenar shumë i mundshëm. Kështu që normalisht kur ti ke një deklarim zyrtar që do ta godasësh hënën për studiuar sipërfaqen, e ke shumë të qartë edhe motivin, edhe thua edhe pse do ta bësh, çfarë do të studiosh etj. Ndërkohë që kjo është pak e rrethuar me mister, le të themi, sepse edhe SpaceX nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare për momentin deri tani. Nuk ka një përgjigje zyrtare për gjithçka që ka ndodhur, por dihet vetëm që do godaset atë 5 gusht. Tani se çfarë duan studiojnë specifikisht është pa qenë në qarqet e brendshme të tyre është e vështirë ta thuash. Domethënë pa qenë aty ku merren vendimet është vështirë të thuash se çfarë duan saktësisht të studiojnë, por që duan diçka patjetër. Kjo është e dukshme. Dhe apo bëhet hëna një objektiv gjithnjë e më i rëndësishëm për këto misione hapësinore? Në fakt, për hënën, e kemi thënë dhe kur bëmë emisionin bashkë për Artemis, dyshim që hëna nuk është më thjesht diçka që duhet një shënjestër për të goditur, është një objekt qiellor që ne duam ta kolonizojmë. Se kemi kolonizuar, se s'ka qenë presioni i nevojshëm, por në momentin që ai presion do vi, nuk është çudi që të shihni edhe gjëra të tjera në hënë. Përveç se hoteleve që u tha dikur për gjatë Artemis 2-shit. Interesante shumë ajo. Hotelet turistike në... Po, është shumë interesante dhe do jenë, sigurisht, fillimisht do jemi çmime shumë të kripura, që përballohen vetëm nga disa, por pastaj, si çdo gjë tjetër që ka ndodhur që ndodh me teknologjinë, kosto do ulet dhe do bëhet më pak e kushtueshme do jetë për pjesën më të madhe, por do jetë e arritshme nga një pjesë më e madhe e njerëzve, pra turizmi honor, teknologjitë e larta hapësinore prodhuara atje, bazat përhershme që pastaj do shërbejnë për misionet e reja në Mars, si ka një kosto shumë të ulët, e kështu me radhë.